është ndoshta e çuditshme, po mund t'ingllej edhe klishe pak kjo pyetje, sepse sikur neve prindve kur na thonë cilin fëmijë don më shumë. Cilin libër e do më shumë. Jo, cilin poezi e don më shumë. Cila është ndjesia jote më reale atë? Ata janë krejt reale, nuk muj me i do, tash me i do si me i vra. Poezit më të bukura janë ata që më kanë nxjerrë ndoshta prej një situate shumë të zymt, një mendimi shumë të errët për veten ose një kohë të errët, sado që kur mendojmë dhe krahasojmë fatkeqësina dhe fatkeqësina, nuk mundesh me peshu asnjënën me krahasu me çka kalojnë njerëzit e tjerë, po për mua janë poezit reflektuese, janë poezi që i kushton hanës edhe detit. O zot. Se me hanën dhe detin normal tu i kem fëmijë detit, e ke një marrëdhënie tjetër, po dhe deti është ai shpirti që e kena secili, herë me val, herë i qetë, herë me anija, herë i vetmum. Herë vesh me shkamin, herë vesh me kalan, herë e gjithmonë me hanën. Edhe kjo është ajo që nuk muj me ta thonë një, nuk i di për mensh. Asnjë nuk e di për mensh. Nuk e di për mensh. Sepse unë është e çuditshme, lirisht hape telefonin dhe gjej njënën prej poezive. Nuk di për mensh se nuk muj me mësu ndjenjen për mensh. Dhe kjo nuk e din për mensh poezin, po nuk e kam shkru me e lexu me mësu. Pse prita me e ditë, sepse jam thu të gjithëve. Po mirë. E mëson dikur. Jo, nuk është ajo. Është e çuditshme se ka njerëz që shkruajnë, dhe është flutra që shkruan dhe i lexojnë. Domethënë. Dhe lexon shumë bukur. Kam pas rastin me edhe unë nuk do të shek prej studios flutur, pa e lexuar njërin prej poezive. Gjete. Ndërkohë derisa flutra e gjen, librat e flutrës e gjeni tek libraria Buzduku, dy të sajt, ne dy dhe me ëndje ishte. Na dy dhe ëndje. Ëndje. Ndërkohë libri tjetër, nëse shkonin në Malzi, po s'ka madhe më duket as në... Nuk ka në qarkullin është... Qarkullin të tregut. Qa ka me bon në shkreta? Po, në rrjetet sociale flutra poston shumë. Postoj e kam papirusi.com është një faqe që postoj zakonisht rol, jo aq shpesh sa kisha dashur me postu, po mirë.